Mbrëmjen e djeshme ishte finali e Big Brother VIP dhe Gjesti u shpall fitues i këtij edicioni. Për të folur për këtë dhe për dinamikat që ndodhen mbrëm, kam të ftuar në një lidhje Skype nga Maqedonia e Veriut, gazetarin e njohur Tirona Lili. Tiron, shumë faleminderit për këtë intervistë dhe kohën që tashmë dihet se e diel dhe pushim, po Bigu nuk ka pushim. Me kënaqësi, në fakt, unë kam thënë gjithmonë që Top Channel është një makineri surprizuese dhe kështu që na ka hapur punë të gjithëve, po piku vërtet nuk ka pushim. Dhe sidomos sot janë lajme pafund. Tiron, a ishte e merituar fitoria e Gjestit? Fitoria e Gjestit jo se ishte e merituar, por ishte goxha e merituar. Gjesti ka sakrifikuar 6 muaj duke e përfshirë dhe Big Brother Kosovën për të vetmen arsye që të siguronte bukë familjes së vet, që të siguronte një të ardhme të mirë ndaj, në këtë rast, familjarëve të tij. Dhe Gjesti arriti këtë qëllimin me të gjithë mundin e tij, me të gjithë vështirësitë që kaloi, që në rrëfimin e natës së mbrëmshme e pranoi atë që ne kemi rrëfyer gjithmonë, që strategjia e Gjestit ishte që t'i nxjerrën nga vetja banorët e tjerë, që t'i nxjerrën me zartësi nga shtëpia. Gjesti arriti të gjithë qëllimit dhe arriti që të fitoj këtë Big Brother, më se e merituar. Top Channel dhe produksioni Big Brother i t'u tregua edhe një herë serioz dhe u tregua edhe një herë që është profesionist dhe vlerëson dashurinë e publikut për atë që publiku e don, dhe unë do të them që Gjesti është përzgjedhja e publikut dhe as pak përzgjedhja e produksionit, dhe sinqerisht shumë i merituar. Tiron, sigurisht që pas daljes dhe pas shpalljes së fituesit në skenën e studios së Big Brother u pa dhe skena ku Egli takoi prindrit e Gjestit. Çfarë Po. u të re te kjo skenë? Okej, tani duhet kuptojmë, Egli ka takuar prindërit e Gjestit menjëherë pas të gjithë emocioneve që ato kanë kaluar. Emocione kemi patur ne mbrëm nga ekrani që kemi shikuar, e jo më familjarët, ku në këtë rast nëna dhe babai i Gjestit, ku ato e din shumë bukur më mirë sekretin se çfarë kanë kaluar në jetën e tyre dhe përse i biri i tyre e bëri këtë sakrificë kaq të madhe që të nxjerr babain dhe nënën nga vështirësitë e jetës. Ndoshta është komentuar pak keq ky takimi, sepse po shoh realisht sa komente negative që po bëhen kundërdrejt momentit që nëna e Gjestit nuk e ka përqafuar Eglin, por unë nuk e shoh të tillë. Unë mendoj që janë emocione shumë të mëdha brenda në studio me djalin, duke e ditur që gjithë ai publik ishte i tëri për Gjestin. Prindërit realizojnë një ëndër shumë të madhe dhe normalisht që nuk ishte fokusi i tyre fiks Egli, sa ishte fokusi i tyre djalit tyre që e takonin pas 6 muajsh. Dhe mua më duk takimi shumë i sinqert, më duk shumë i ngrohtë. Kuptova që Egli ka shkuar t'i takon, nuk ishin ato të cilët kishin shkuar ta takojnë Eglin, sepse janë në një pozicion tek shkallët ku Ledioni përdorte për të hyrë në studion e Big Brotherit. Pash një lloj sinqeriteti nga ana e motrës së Gjestit, nga Blerina, nga zotëria Toni pash një përqafim si bien e tij, si vajzën e tij, por atë ftohtësinë apo atë natyrën e saj të ftohtë e kishte pak më shumë vjera, në këtë rast zonja Sebahat. Unë mendoj që zonja Sebahat nga natyra është e tillë, edhe normalisht derisa Gjesti nuk i ka thënë akoma po'n e madhe, familjarët ndjehen pak edhe të stepur për të bërë veprime që ndoshta do të binin shumë në sy. Por gjithsesi më duk shumë i sinqert krahasuar me një vajzë që ato nuk e kanë dashur, që tashmë duket publikisht, Xheneta Fetau, e cila menjëherë pasi doli nga shtëpia e Big Brotherit tha që kam shkruar në Instagramin e Gjestit dhe nuk më kanë kthyer, ku ne e dim shumë bukur se kush e ka menaxhuar Instagramin e Gjestit, që në këtë rast është motra e tij Blerina. Mendoj që për Eglin shprehen shumë dashuri, shprehen shumë lumturi, shumë mirënjohje, dhe ishte një përqafim shumë i ndjerë, por është herët për të vlerësuar nëse e duan apo nuk e duan, për faktin sepse mbrëm ishin të përfshira të gjitha emocionet e mundshme brenda në atë takim që ndodhi menjëherë pas dhënies së çekut nga ana e Ledion Liçës. Tiron, në fakt edhe Xheneta, kur ka qenë në Big Brother, ka pasur një lloj pretendimi për nënën e Gjestit. A ka të bëjë kjo me natyrën e nënës së tij dhe nuk ka të bëjë fare me, po themi, raportet që ka Gjesti me qoftë me Xhenetën, qoftë me Eglin? Po tani nëna e Gjestit është vetë grua, vetë femër, dhe derisa ajo nuk është ulur akoma të pi një kafe me të birin edhe të vlerësoj dashurinë që djali i saj
do t'rregoj për të ardhmen e tij, a është Egli vajza e cila do vazhdoj rrugën? Unë mendoj që normalisht se do sillet kështu, ndërsa kultura e Eglit krahasuar apo qëndrimi i Eglit krahasuar me qëndrimin e Xhenetës është krejtësisht shumë i bukur. Egli nuk është se ka replikuar pse prindërit e Gjestit nuk e kanë përshëndetur. Unë e di që në takimin që Gjesti pati me prindërit, nëna, domethënë në takimin e surprizës flas, kur vllau i madh i solli në shtëpi. Nëna e Gjestit dëshironte të thotë një diçka për Eglin dhe e di që në momentin që Gjesti është larguar nga studioja ku ishte përgatitur surpriza për të, nëna e Gjestit i tha t'fala i bëj Eglit. U dëgjua pak në mikrofon sepse njëkohësisht fliste edhe babai i tij. Por në këtë rast Egli u tregua më e vendosur, u tregua më qytetare në këtë drejtim, ndërsa Xheneta atëherë mbaj mend që i ka dalë Gjestit kundër pse nuk më përshëndetën prindërit e tu, pse nuk më përmendën prindërit e tu. Mendoj që Xheneta dëshironte me patjetër që të merr këtë lloj vëmendje sepse ndoshta edhe e kanë nga ky rrugtimi i Kiarës edhe Luizit që pyeste nëna për Kiarën, pyeste babai për Luizin dhe dëshironin edhe këto të marrin këto lloj klikimesh, por Egli mu duk shumë spontane dhe e pash që gëzoheshte nëpër të gjitha surprizat, por edhe me fitoren e Gjestit mbrëm, mendoj që më shumë u gëzua Egli sesa vetë Gjesti. Unë mendoj që Blerina dhe Egli janë gëzuar që të dyja njësoj. Tiron, teksa ne prisim që të shpallë fituesi Big Brother VIP Albania, patëm një reagim nga Jozi. Dhe po themi pati dhe një urim nga Jozi, po vonë në darke për Pashkët. Si e keni pritur këto dy reagime? Unë mendoj që Jozi është në rritje të karrierës së tij. Domethënë edhe Jozi ka patur ëndra si të gjithë këto banorë që hynë në shtëpinë e Big Brotherit, se më duhet ta them, shumica e artistëve e përdorin hyrjen në shtëpinë e Big Brotherit për rikthimin e tyre në skenë. Artistët të cilët nuk kanë patur shumë fame kanë mundësinë e vetme që të ngjiten në skenat edhe ta kapin më shpejt këtë rrugtimin për të ndërtuar një pasuri. Dhe nata e mbrëmshme, reagimi i Jozit erdhi 3 orë para finales, ndoshta ka qenë kjo shpresa që me reagimin që bëri dhe me qëndrimin e tij mos vallë produksioni Big Brotherit do të pendoheshte edhe do ta thërriste Jozin në finale që të ishte edhe Jozi pjesë e asaj finale. E shoh Jozin që domethënë dëshiron që të thotë diçka, por çuditërisht akoma nuk ka kërkuar një falje për Gjestin, por ai do vazhdon në këtë rrugtim, e pres që të sjellën këngë, e pres që të sjellën projekte, prisja që ta mbështeten Rozanën, sepse në gjatë kohës së fundit, të paktën javën e fundit, me qëndrimin e tij në shtëpinë e Big Brotherit edhe zënkat me Loredanën i ka patur më së shumti për Rozana Radin, për afrimitetin që krijoi dhe mendoj që qëllimi i Jozit ishte që me një gur të vret dy zogj, po mendoj që se bëri asnjërin as tjetrën dhe kështu që e pa që nuk pati asnjë lloj replike ndoshta nga produksioni për atë reagim i cili ishte i shkruar nga ana e Jozit me një lloj krenarie që un jam krenar për atë që bëra dhe nuk pendohem, pastaj Jozi shkoi në gishte dhe i uroi Pashkët dhe nuk u përfshi më në rrugtimin e Big Brotherit ose edhe mund të komentonte finalen si do t'i dukeshte në syrin e tij. Por domethënë u largua krejtësisht më nga ky rrugtim, ndoshta e kuptoi që Top Channel vërtet për gjithmonë ja ka mbyllur derën.